O zoti madh, unë tash nuk e mendoj dot veten po shtëpi. Kur e kam bo shtëpi në fillime, edhe u gjithësha nëpër shkollë, çdo shkollë se gjithësha me pika lutë, thosha, o zot, kjo është shtëpia jeme. Si ka mundësi që unë kam mujt me e bo? Tash si e kam, për çdo moment, them, o zot faleminderit, unë kam shtëpi. Mirë se erdhët në serinë e bisedave të titulluara Histori shtëpish nga qyteti kontestuar. Tregimet që do të dëgjoni rrëfehen nga banorët e qytetit të Kamzës, të cilët na flasin për përvojën e ndërtimit të shtëpisë, ardhjes në qytet dhe raportit që kanë me zhvillimet e reja urbane në zonë. Kjo seri rrëfimesh shmëton të hetojë historinë urbane të Kamzës përmes kujtesës së banorëve që e kanë ndërtuar dhe jetuar këtë vend. Përkundrejt një historie që tregohet nga të tjerë që gjykojnë të ardhurin e Kamzës vetëm në terma të okupimit dhe të jashtëligjshmes, zërat narrator, kryesisht gra, na flasin për një histori tjetër lloji, që mbart në vetvete procese bashkëndërtimi e vetëndërtimi të lagjeve, rrugëve e shtëpive, shumë të ngjashme me procese historike të ndërtimit të qyteteve në vende të ndryshme përtej Shqipërisë dhe rajonit. Kësaj radhe takojmë Alketën, me origjinë nga Tropoja që jeton në Bathore prej 25 vitesh. Me intuitë e vullnet të pazakontë, me dije të përftuar në marrënie tepër të gjallë me jetën e të tjerët, dhe ndjeshmërinë e marrë prej nënës së saj, nisim bisedën duke na treguar për jetën në lëvizje, prej ku ka lindë Nika i mërtuar, në vitet e tranzicionit në Laprap dhe deri në vendosjen e saj në Bathore në vitin 2000. E mendon ditën që ke marrë për partë? Po si se më mend, isha shumë kurështore me po, se si ja, sepse ish paraqitur edhe shumë më keq se ç'është në vërtetë. Ishte paraqitur në për media, në për lajme, jetë e kitushin si Bathore, si kur kush e di se ç'është. E më mend, jam kanë fillume, kam marrë me nanën e me vllahën tem për herë të parë. Këta familja ishte rruga që nga fundi i Bathores deri këtu, ku jetu për shpëtimi, e bëshin linjën e Fugunat. Edhe ato rrugë të mërshme, me grupat mloja gjigante, që thënë shë ku je ka shko. Edhe kena ardhë me Fugon, kena nalë, o burri i shtëpis ishte i rrethumën me do shuf druni çame, edhe dera ishte qashtu rrethume, hapshata edhe fushë mrena. Këta ishin mënu me ndërtue shtëpi të vogël, me një 3 dhoma, me një banjë të vogël, me një kuzhinë të vogël. Ishin një familje vogël, se shpëtimi është një e madhe familjes. Babe nani kam gjitë pothuajse 3 nanën e babën në shpëtimin, i motër 17 vjeçe. Dhe ajo burri i vogël, kur fuqe nderë të shtëpis, ishte 2 anë ishin të mjedhën a mënduar, babë me bo pak perime. Edhe në borë ka qenë një plep shumë i madh gjigant, që ishte gjaja me mirë thënë shashi ku plep, se është pak i freskët kur fryte era ndarë kësë kështu, edhe ishte diçka e gjelbërt, sepse edhe ujë munguke ishte gjithçka e thatë, edhe e mlumën e plumni, përveç se që di plepi. Ata s'kishte mujt me e mlu plumni. Nga cili vend keni ardhur? Tropoja, një vend që është i krahin, që quhet Nika i Mërturi, është në veri perëndim Tropojës. Kena ardhur shumë herët, 93-shin. Unë bashkë me nanën e me vllahën e vogël, sepse 2 vllazët e tjerë, që ishin pak më rritur, kanë pas emigruar në Greqi, kishin bashkuar pak lek edhe kishin bler një vend, një shtëpi në Laprak. Ata masi ndërtuan shtëpinë, e bën të rehatshme, me mujt me jetu, atëherë e na shpërulën nana dhe vllai i vogël për atë kena ardhur. Kur kam ardhur për Tropoje, te shtëpia ku kena jetu me nanën e me vllazën, kena gjetë shumë mirë, shumë të rehatshme. Kishte kuzhinë, kishte domxhumi, kishte gjithçka, edhe pothuajse asnjë gjë s'kena ulë për atij. Si shumë familje tjera marrshin gjithçka që kishin, na nuk kena marrë pothuajse gjë sepse i gjetëm të gatshme prej vllazëve. E si reagoi nana atë kohë kur vendoson venimin shpejt në lëviz nga Tropoja në Tiranë? Me thënë drejtën, çuditërisht ishte shumë e lumtur.
Kështu? Ishte shumë e lumtur edhe shumë njerëz të afër më thanshin, po si kur ti të rishe, djemë të vazhdojnë të jetojnë në Tiranë, ti pse po lviz, kishim shtëpi mirë. Kena pas një vend shumë prodhues, dhe më thënë ishte e ashpër si vend, po ishte shumë frudhënës. Dhe më thënë me pak punë, mushe me bërë shumë gjana. Kena pas një vnesht madhe rushi, kena pas i shtëpi dy kaçe, kena pas ndërtesën e afër shtëpisë baktive, kena pas jogurt mirë, kena pas anijen që na favorizuke me ikë në Komanë, në Fiers, në Shkodër, 3-4 herë në ditë, lëvizshin atë kohë, po kena dalë nuk ka qenë sigurisht sot, se sot goxha shumë ashue. Edhe nana nuk e bake ndyshje, nuk bahe mosafir të djemë të mihën, ke nuk mund të shkuten prej tyne, unë ku shkojnë këta, do t'i njëve për mrapa. Ku ka një glasë në Greqi? Nëndët e nishin, të partë fare. Sidomos vllai i tretë ka ikë nëndët e nishin, ka nejt po thuaj se një vit parë fare. Edhe tash kur e mendoj nanën teme se s'kisha kontakte fare, nuk e di ç'se se ka pa shkuar, nuk e di ç'se se kua. Sa e fortë ishte se nuk e përcjell prodhimin të na. E mendoj me vete, se na djali jam niset me avjen me shku dikua, unë e krejt dhimin tem ja transmetoj krejt njerëzve edhe familjes, po dhe ata që vinë më shohin, çka ke, ka ik. E tash e mendoj them sa gru fort e kam. E ka naj 12 muaj vetëm punar ke ndoj fjalë për shembull se e kam takuar në vllaj, djalin tuaj, thënë ke nanës, pas edhe kontakti, edhe kur vishin ishte surprizë. Edhe sa herë ishte disha shumë e bukur, se pjesë e fëmijës ngelin aty, pa e kuptua as vetë që ka ngel, veç kur i riktheheshe i gjet. Vinte Ania nga Komani, edhe na banushim një vend, një zonë, ku Anijen edhe stacionin e Anijes e kishim shumë afër, vetëm 10 minuta. Edhe kishim oraret që vinin nga Komani, dhe si vishin nga Komani ishin Tiranë, sa ata që ishin edhe çdo Anije, si nalke ishte ora 12, pritshim edhe një 10 minuta derisa kalushin gjithë ata se kishin zbrit afuar ku shijoni. Vetëm këta kishin mundësi me dita erdha ajo, se s'kishim as edhe kur kalu ka e gjysore, ata shumë hasat nuk e. Ashtë, se di, janë kanë shumë të forta nëna tona. Ne arruishin për dhimbjeve tyne. Nuk e di, e bashin me qëllim apo qëllim, po e di si në arruishin, nuk e përcjellshin shumë. E si e mamente atë moment? Si imagjinosh kur po që kena më shkuar? Sot i malë. Se di as vetë. Menusha, si mund t'jenë ata? Isha në klasën, kam fillu këtu klasën e ditë, kam lanë atje 2 muaj, fillim klasën e ditë, kam marru këtu, la prapë, të Ahmed Gashi. Edhe menusha me veti si mund t'jenë tashi, në nxënësit e risë edhe veriu ishin pak që kishin lviz, natë treshin, shumë, dhe më thënë ishin fillimet që kishin lviz, kishte shumë pak veriur. Edhe menusha sa herë që si mund t'jemë, si mund t'reagojnë ata kur të më shohin mua. Kur shkova orën e parë në klasë, ishin mësues, nxënës, ishin diku të 25 veta, nxënës, ku kisha ardhur ishin 10-15 maksimumi. Edhe kur shpjeguara e parë, 2-3 tash asnjë s'pas ka ndryshim me mua, unë mundem me kanë nxënëse shumë e mirë, se atje isha nxënëse shumë e mirë. Po këtu kur bëhet, kur vinë për periferive, për rretheve, nuk kanë se janë edhe ashtë mirë kur krahasohen me Tiranës. Edhe i thash vetes, po, s'pas kanë asnjë gjë më shumë se unë mundem me ja dal. A ma me në moment ku e kemi një pak diskriminimin e të kanë një veriore, në të shumë, apo janë të regu shumë? U munduashin, dhe me thënë, kur i herë në radhë ditë e para, kishin qef me ditë se ku shije. Edhe tyt njoft, atre varet se si e ndërtuash ti marrëdhënien mes tyne, unë e mendova dhe vendosa ti me ftoftë. Sepse shumë thanë, nëse ti tregosh dashtun e butë, të do fillojnë do të tallin. Edhe unë fillova të jem shumë e ftoftë. Domethënë, isha pak e rritur, ndoshta nga që isha rritur në një ambient ku unë isha më e vogël e kritik, isha rritur bazën e motra, edhe diçka më e bën këtë pjesën
me kanë e qëndrueshme, do të thonë me pa situatën edhe me vendos atëherë në atë moment se si mund sillesh me dika që ke përballë. Isha arrit më shumë se kisha moshën, isha rritur në vendime, në menime, në gjana, edhe nuk ka se e kam bërë sepse kam pas kriju veti farë barriere, do të thonë nuk kisha shumë shoqe, kisha vetëm një vajzë që disha se ishte paka shumë si unë, edhe jo, nuk e kam bërë. E kam bërë. Me i herë, sa e fut gjimnas, ke fillu punën tek biznesi? Atëherë, nulli fatkeqësi në familje që më vtesh më vllai, e gjithë shka u kthye për mësë. Të me thanë, unë 3 vllazë tjerë që i kisha, ishin malit rrugë për veçi, ndryshoj plani jetës totalisht i jetës teme, u detyrova që unë, sa po marrova, dhe me thanë, vllai më ka lekë në prill, edhe unë e maj mend që nga prilli deri në qershor, si në shkolla, vetëm visha prej klase, e lënsha çantën në korridor, edhe nuk e preksha më me dorë derisa nisha në shkollë e hershme. Edhe nuk, aty i vdova stop tash që unë s'ka më shkollë. Edhe në fakt atëherë nuk kanë se e kuptusha shumë, kisha më shumë hollin e nënës, se si mundën e bën nënën mos me ndije shumë dhimin e harrova vetën. Edhe unë aty kur kam marru klasin e 8 të mrapa, kam vendosur me shkollë. E gjëja që më dhinë ke më shumë jashtëzakonisht shumë, jam kanë e pata nëna më thonë ke më të lutem shko regjistroh, se atëherë ishin nxënësit e Xhemal Stafs. Kush dalë nga në gashë, kishte drejt më shku te Xhemal Stafa. Edhe më ka qenë me zër dhe jam regjistruar. Jam regjistruar, po nuk kam shku në nis. Edhe orët kur ikësha unë për punë, mashim autobusin e Laprovës për me ikën qendër, edhe ishin këtë shokë të shoqët e klasë i kisha marrë unë, edhe kanë vllajt lutem, mos shkoj më përpara, ose më mbrapa veç mos takoj me ata. E aty kam fillu punë. Aty në atë vit e deri që tash te kafje parë, te bari parë që kena pas, kam ljohë shpëtimin. Isha te ky lokali se tash, isha banakire, shumë e re. Edhe ky shpëtimi kishte marrue, ishte në ushtar në Shkodër, edhe ky i ri, se kena pak diferencë moshe, kena 3 vjet e gjys. Edhe i kishte thënë dikush, kjo vajzë është për Legbibajsh, është për Legbibajsh, ka vllazë ka lokalin edhe. Dhe shpëtimin kish pa. Edhe i ka thënë Greqi, mas do kosh, kur ashtu ky për Greqi, i ka thënë i shok i vet vllajt, i thënë, është i vajzë shumë e mirë për vllajën tan. Ky tha erdha kur të pash atëherë, u marru, thash, wow, unë e odët me më që dadët me dek. Ka najt 2 vjet, ose 3 të kërku kështu, që ke babën e vete, dajte, krejt, po unë e kam gurqa mos me u fiu me ta për arsyen që është bathore. Në shaman, veç bathore, jo. E pas ke të provë. E të prova! E thënë ke ideal ligje. Alkita me njuftja djallë si për një unë e këtë shpia me thanë jo, se në fakt shpis dhe shenë shakë, që në është familje re, është familje mija, është djallë i ri, është shumë punëtor, ta me ndoshtë se ka shumë veqika që ri, e ka nërtu i shpit vetën, edhe atru feju, edhe në pranova, më du të tha djallë i mirë, me dikti me Alkita, tha, sa djallë i mira, ta këtë shpia me thanë jo t'i thupë. Edhe shumë, që shtu feju, edhe najtëm 3 vjetë feju, në vjetë e gjysë, gati 3. Edhe kam marrë në 2000 banusën, 7-8 që kam marrë nuse. E mojnë në këtë pjesën e dalë. Unë kisha dalë për shpi, isha ba nuse, edhe nga që kishin ba të 2 dasmat njëjtën ditë, vendosëm që unë me dalë shumë shpejt edhe kruqit me arë të lokali me gjithë aty. Tashi, kur dola për shpi, dola vrapo se do ikim. Kur dola për lokalit ishte kjo pjesa, me qajt, u deshke mos me qajt, isha në Laprovë dhe kishin dalë këtë njerëzit edhe ishin pak si çudi, se ato i bojnë dasma shumë të lumtura, nuk janë se i përjetojnë fort, e di? Thësha me veti do më gjykoj, dhe më qa ko kjo. Edhe më kishin kap dhe të dridhëna, shpirti deshke me qaj, e zani nuk desha me nëzirë, edhe tash e maj men tëm, nuk kam, ti kisha pas këtë men si kam sot, kisha qajt me të madhe, se fri men aje pjesa e ndarjes, e mënyrës se si ti dhe fillosh t'jetash ndryshe, dhe jesh tani du të më mbajt në kam tua, ti du t'jesh ashtë jesh zakonisht, ashtë për qajtë.
është një kapërcim si mrena një dite ty duhet me ndryshue gjithçka. Ti je ajo, po jeta jote do të më ndryshue nga me modja dite me vogla. Derisa pas 7 vitesh vendoset me Po, mas 7 vitesh, masi linda Klodi ishte një 5 vjeç e gjys, kisha lind Kesin, vajzën, edhe atëre vendosëm që me rinërtu shtëpinë tonë. E kena filluar me ndërtu shtëpinë, pa u shkput totalisht prej përmet shpëtimit, po ty mundu me kursy lek me punën që punëshëm të dy bashkë, në shatë biznes vogël që hapëm këtu. Edhe atëre fillum, avash, dulem shtëpinë tonë, e nisëm. A keni punu të dy bashkë? Gjithçka që shef ti, gjithçka që shifet që nga dera, nga hyrja e lokalit deri këtu ku jemi tash, janë ndur të shpëtimit. Përveç se armaturat. Ai po nuk e tash kur e mendoj, më vjen më keq për vajzën për Kesin. E kam pas kur kena filluar me ndërtua, e kam pas i vjeç e gjys, pa i bë 2 akoma. Edhe jam detyruar me çu të njerëz të mila prapë, të nana, e kam lënë për 9 muaj rresht. Edhe kur në fillim kur u futëm në shtëpi, unë e mora vajzën edhe fillova me jetu këtu edhe ka najt i kohë gjatë që nuk më duke me shku në prapë për i frikës se do të lërë atje. E maj mend që kur fillum me ndërtue, vajzën e çova në prapë, Klodi ikte më gjesë e vinte mas dite se kisha në shkollë me orë të gjatura, kisha më me lënë sa më gjatë që mos ta përjetun këtë pjesën e s'kisha kohë më morë me ta mosa. Edhe shpëtimi u quke në 5 mëngjesit e fillu kemi ndërtue, e unë në 5 mëngjesit u qusha dhe shkusha të punat e lokali, kena pasë ndërtesë vogël për para, një lokal të vogël. Edhe që nga ora 5, derisa u boke errësirë fare, në 5 mëngjesit, derisa u boke errësirë që shpëtimi nuk po ke më ndërtue, unë e punusha në lokal, non-stop. Atëherë kur shpëtimi u kthyke se s'pa ke ma për jashtë, nuk punu në ndërtimin e shtëpisë, ma i ke punën, në atëherë arsha kujdesha për me gatua, me shije, me la, me kujdes për mësimet e për Klodin. Nërko Kesin e kisha atje. Kisha zgjedh vetëm ditën e premte me shku me po. Shkusha, fjetësha, u kthisha mëngjes. Edhe mëngjes, mama i ke dorën, thënë ke mami, mos ma lësho dorën kur t'i ikush. Me nduke se, kur të jalëshon e dorën, e ka me kuptu dhe ka marrë për mas meje. Ose ditë e tjera kur thënë ke që ishte folke vetë me vete, tha nusja vlajtë edhe thështe. Ma, atë do vi mami jam sunte. Që që ka qenë gëgja sakrificë, gati 9 muaj se i vit, o më shumë kam najt po shtëpi, ku fëmijët e mi shpeshe i ulësha me hongër mrapa derës lokalit, ose i ulësha në shkollë, ku ishte ndërtu kur s'kisha po akoma, edhe tashi nuk e ki idenë sa shumë e vlerësoj si e kam. Ndoshta të kisha kalu prej një shtëpi, nuk e kisha vlerësua as fort, po nga që kam po këtë kapërcimin, se ajo pjesa e shtëpisë vjetër doli jo funksionale, mas dritave s'kishe qa me ba aty, edhe e vlerësoj shumë. Sa herë e mendoj, zotë faleminderit me kam shtëpi. Edhe kur mendoj tash, thamë, ndoshta sot ishte kanë, mos ta kisha të ndërtume, s'kisha mujtë më me ndërtume. Po kur e nisi gjë, është e rëndësishme shumë veç ta fillosh se bëhet. Dikur thanë që familjarë tonë, prind tonë, të parë tonë, thanë që me bon shtëpit një mazoti. Edhe unë, sinqerisht e kam, sikur e kam dëshmu me këta, se për i mendë se kur e mendë, kur e kam një shpinë, me jashtëzakonisht pak lek, dhe më thanë, nuk e kena pas as 20 milion lek të kursyeme. E ta mendosh 7 milion kanë bon vetëm hekuri. Edhe se dëshira më dhe shpëtimit për me më dhe këta bëj si karabinar, se pas ta investoj shumë me gjënat vogla. Edhe për 9 muaj ditë e kam ba që unë mune me fut me fjetë gjumën ta, se kështu kam menduar. Kur e kam ba shpi që kam hynë ta, kam pas vetëm dhomën e gjumën, e kam pas reguluar për mrena, pa dhënë vlajim lek bërç, edhe tha, mundu ta nxjerrësh lloqin për jashtë, dhe më thënë betonet mos kesh më. Edhe bona dyre dritare dhe shtrime i bona me lek bërç. Edhe po
Të në shapun e madhe, le t'jem borç, po mi lypi borxhlia, i thëm nuk e kam, a do ta marrësh derën të me merre. Edhe kam pas, kur kam vinë shpitiri, kam pas vetëm krevatin edhe menaxhmentit. Edhe i tavolinë me 4 karrika të hekurit, këshia, ç'është më. Po më duke mjaftu shumë mirë. Thosha, s'ka gjë. Unë e kam shtëpinë time. Pastaj kena filluar avash të vendos. Mas 2-3 muaj kena bërë komplet divanash. Kena bërë pak në termolit mesi, edhe pak kena bërë televizor. Edhe qysh atëherë, qysh në 2012, edhe deri sot ty fut pak edhe as që dash sa është përfundua, si kur kena na shef, po ty mundu me e bon sa ma të mundshme me jetua. Shumë vonë, kena bërë kondicionerin, shumë vonë ishte ftuft, ekstremisht ftuft me nas edhe lartë shtëpia dhe rreshinera dimi. A marrë me ritual, ku keni hapë themelin ose? Po si, e kena pjesën e kur kena hapë themelit, kena blej qingj, edhe pjesën e kupës qingjit është fut në themelin. Maj menë se kur boshim selitat, këtë njerëzit që ishin u boshë e drejt mirë, çdo selet, çdo shtrimi i parë u boke dreka, mundësi pa mundësi, u deshke me dhanë në hanga punëtore, u deshke pa tjetër, me ba drejken më të mirë, sa e maj menë themelit që e mba me qingj, që qingjin e kanë hangër punëtor, gjithë ata që punuan e u gatuar me u ba me drejken. Po, ashtë kjo. Ose shtëpia, fortunan shtëpi, tjetë hana, duhet më pa hanën ose ditë feste, tjetë hana për ma, hana në re, të ju rrit, edhe ditë feste, edhe për fatë kokën që duhet dhe ditë linja jeme. I ditë parë se ditë linja, kena hynë shtëpi 3, me 2 fëmijë, me shpëtimit. Vishin njerëz për më ba për hajrë? Po, pa tjetër, vishin. Këtë njerëzit e të afërmit, e kushënjit, e kojshit, vishin të pashin, dikush të më komplet finxanash, dikush të komplet gotash, dikush të në ke pak leke, dikush... Po, shumë. Dhe tash e mendoj, thëmë kanë hynë shtëpi 3 se një masit e tyre, po atëherë vishin tanë sikur një familje është gëzim për të tanë, dhe po kojshit e gëzim se shqyr zotit filani u bo me shpi, sa mirë, bashkë vujtësit, se tanë në ka njësa i ba shpia. Shpëtimin e ka një të afërm, ose në klagjes, ose në shok gjatë procesin e timit, apo ka e bukur vetëm ka procesin e timit shpi? Për shembull në momentet caktuara, edhe u bëshën me animume, po kryesisht vetëm. Po janë disa momente që më bëshën bëgja kushtypje, pjesa së letave, si takoj më hedhë 3 pjesa së letash. Atëherë patëm filluar që ishte goxha ndërtimi i madh dhe e bëm seletat me njerëz që ishin të paguar me ardhe, po pjesa e lagjes së letave, si takoj me komen zonë domethënë vera, kur Nina marrë ke plusi, se përdorshin plusin për lagjen, këtë lagja, të ke veç takoj e tubin, unë e marrë këtë shtëpia jeme, u boshën të tanë për mos me lanë u prish pjesa e së letës për arsye të ujit. Edhe kjo gjaja, ose për shembull, kam pasi grupi shis, edhe më thënë ke mua ketë, do vit punoj sa ditë për shtëpinë, unë do vit një mëj ty të puna dhe nuk do të shikoj orare, aerdha, shkova, kanë qenë fakt njerëzit më solidare dhe kur të pashin që ti e ka ndër të shtëpi, unë munushin me të thonë, a ki nevoj për mua, qa mundem me ba, me të hapi shtek rrugë, me kalu makina, me kalu kamionat, po, jashtë dhe kënë shumë, dhe me thonë, pa dash ti me uran qafë, po ata i pashe si kur ishin të gatshëm, nëse ke nevoj për mua jam këtu, nëse ti ke nevoj për mua unë jam këtu. A keni pasur në një tjetër në qërë modeli keni pas shef, apo veç keni pas nevoj? Me thonë, kur kena ndërtue shpinë, kur kena fillu me ndërtue, se kena bashku pak lek edhe tash habitna se me jeshtë dhe koni shumë pak lek edhe në njësë, po shpëtimi shumë e jetur për të pasë, edhe thënë shatë lutem më zban 3 kate, ba vetëm 2, e të dim se kena hinë shpise, më duke hapje shumë e madhe punë gjigante, imaginojt, mbyllësh 3 kate, nërtim, duhet me pas, nuk e di se sa. Edhe shpëtimi ki shumë dëshirë, jo, se po e nalëm këtu do ngelim.
edhe kena pas një shok, ka pas shpëtimin një shok vetin që e ka bën me inxhinier. Edhe kena bën me inxhinier nga fillimi deri në fund. Kena tregu që na kena kaq mundësi, kena shef me kanë 3 kate, dom që mos jetë shumë e madhe si shtëpi, po që të jetë funksionale edhe të jetë e qëndrueshme. Edhe kena bën nga fillimi në fund ashtu e bën me inxhinier. Që u treguar zakonisht dhe më mirë ke i lirë edhe vinte edhe kontrollonte edhe punimet se ai ishte i pagesi se nëse do kontrollonte mjeshtrat, te themelet, te armaturat. Se këto i kanë bërë mjeshtrat me fjet, ndërsa pjesën e mureve, të sovatimeve, të veshjeve, të burreve, që është i kolon të avuckët, është edhe në katë parë, e kena mendu me bërë dhe katin e dytë, se tani e kena pa mërtu në katin e dytë, me bërë me të njëjtën gjë, që e ka bërë shpëtimi, edhe si janë burë bashkume nga pushimet, ku nga kanë bregdet me shpëtimin e fëmijët, e i kena bashkuar një ka një të gjithë, dhe tani ka nuaj me dorën e vetë. Edhe këtë pjesën e kolonave, është i kolonë e mesit, është edhe të punën katë parë, e ka e nuke me dritë, kur më të shim lokalin, dhe i ndumajt natë sa i më nuke ty, se kishte shumë estetiku, dhe shke me gjithë zdo pozicion buri me mua, si që duhet. Kështu që, jeshtë dhe një shumë sakrificë. Ta me ndosh mu, ta shi shpesher diskutoj e thamë, nuk e kena kuptue, nga dëshira për e madhe për ta kapur syve, se kena kuptue ato vështirësi si i kishim pas. Nuk e me ndoshëm, edhe kështu që diçka ashtë sot dhe nesër dhe jetë më mirë. E nuk u nalëshim me thane, o, sa keq jam, po vrapo se e vetëm së dhe e me keq. A mendon se është mirë me majtë kamza këtë profilin e historisë në timin shtëpive vet, apo je, si më thënë, hapur edhe për të projekte të reja pallateve? Me ta thënë shpirtit më dhamë kur isha, si të mjëtin, e humim vetën kur e humim shtëpinë. Tash për shembull, si kur thash se çdo gjë që vendos ke shtëpi vendos për shpëtimin. Do ishte e dhimbshme, qa kuptimi do kish, nëse unë do marrsha 2-3 hyrje pallati, ku nuk e di si ja bën, nuk muaj mend asnjë gjë sa e lehtë, sa e vështirë ka qenë për çat përdorës si ka bën, ndërsa për këtë përdorës si ka bosh mi dhe me di ta na vujtjet e tij. Humë edhe i pjesë fëmijës fëmijëve, si janë rrit, qa sakrifice kanë pas, se ka bosh shtëpi, jo vetëm rritmit hekun e se vuajnë edhe mbijnë atë lodhin e mëlla edhe fëmijët. Për shembull, nuk ka qenë pak për vajzën te me 2 vjeqe, se ishte jashtëzakonisht i fëmijë shumë i zgjuar, kuptoj që ishte 2 vjeç edhe gjithçka kuptuke, e folke, a desh me shku me najt e doja për nën më i rresht, pa mamin, pa vllon, pa babën, edhe ata vuajshin në atë vetëm. E maj mend si tash se ku shkuan një mbledhje prindshëm, thotë mësuesja, para këtyre premtimeve nuk e di pse, ishte klasë parë. Ta çfarë ka, diçka te ky nuk shko. Tash ndoshta e një pjesë të motrës se ka me ky shpjegoj ik. Edhe kështu që kur nuk e kje mashë dan, nuk dia se, domethënë, kje hum. Kje hum, nuk di se çfarë më thon fëmijëve, çfarë do të thosh. Ne kena pas dikur i shtëpia atje, ku tash bojnë pallat, edhe kam pas vujt kështu sikur është fshihet, duhet fshihet sikur me thënë ty, fshihet ajo pjesa e jetës tane që kje nuk e pastaj edhe këto shtëpia që janë rreth na krejt pothuajse 90% e shtëpiave që janë rreth nesh dhe pjesa e konservatorës kanë shumë boqe. Edhe është jashtëzakonisht e bukur, është e dhimbshme mos me kanë më. Sepse secila ka, dikush ka frutat mjedhën, dikush ka pemë dekorative, dikush ka çdo vil, është munduar që me pas, tash e kryen vila, shoqër zotit, shumica, është munduar me pas një pjesë të borrit shtëpisë vet. Edhe kur e hum çat vilën tande, hum edhe rretin, hum edhe, domethënë edhe natyra të shtetërsohet. Tash kur shef ke pjesën e kamës se ka filluar nga rruga Elbavis, 2 anë të rrugës shë vetëm pallate shumë të larta, se di se ç'është objekt, nuk ke qa me folë për të, është i pallati, aty e pallati. Edhe zakonisht tu edhe nga që etja e madhe për të pas sa më shumë ndërtim, nuk pas se kanë edhe fort pallatet kanë një ambient
për jashta, që ti mundesh që unë e shoh si dhimbshme, tjetërsimi. E humor jetimi, nuk e di se ku je. Kamsa është themeluar si rezistencë dhe shprehi proteste ndër vite në mbrojtje të shtëpive, të drejtave për qytetin, apo mundësive për të pasur një jetë në kushtin e njerëzores. Me Alketën rikujtojmë protestet e vitit 2003 dhe e pyesim nëse i mban mend ato. Si zbeta e kam në fakt. E di se disa njerëz ishin shumë këmbgulës, e di se kanë pas një herë kanë pas vendos me dalë në fond baktore, se me bakte që i herë patë marrë vendim, për nuk isha shumë interesuar, nuk pas që shumë i rezistusha, i kam shumë zbeta, maj men si i njëri komshi joni, këtu afërt, pa të arrit desa pa shku në parlament, dhe pa të full, edhe pa të tanë që na nuk jena nda cak, na pse kena arë dhe kena zënë vend këtu, na nuk jena nda cak. Kena arë për disa vendeve, ku kena tokat e gjyshave, bjeshkve, të larta, ku i nje Alpetuna, i nje krejt Shqipnia, mos bani sikur nuk jena nda cak, nuk jena njerëz që rastësisht na ka provima, kena pas vështirësi jetese atje dhe kena gjetë një vend këtu që munden të pakten se tanshin shkretit, nuk e kena kamen në borë. Kena arë për një vend shumë të mirë, për arsye të klimse, të kushteve, jena detyruar, se o do ke mjaftuar mirë, kur ti kisha afër, me ndushe si je afër shkollës, që edhe veshtësore, kamen borë se kishe, e me ndushe se normalisht se për i zonave ka kena arë, na ka qenë godimri gjatë ke 6 muaj. Edhe tani me mendoshim ne kur na thënë që në prend 6 muaj dimër, me na pyet dikur sa muaj ka dimi 6 muaj kam shë. Përse zgjat ke shumë. Sa muaj ka dimi 6 muaj. Mendon rikëthimin ose një farë mënyrë për më lidh me vendimin tënde? Pa janë shtandër. E mendoj shumë, edhe shpinë e bashkëtit tem, para 15 vjeç kanë dalë edhe kanë bërë qatin, janë munduar që mos me lënë me u prish muret. Edhe atje jeton ideali gjagjit shpëtimit, është funksionale, ajo është shumë unë e quaj si luks, ose shumë domethënë me ardh dita unë me bën pleshnin atje, kur fëmijët e mi t'jenë rritë mos kenë shumë nevojë për mua. Ajo dëshirë shumë e mua. Atja është vendi mrekullueshëm. Edhe nëse ti 60 vjeç, 70 vjeç, 80 vjeç mundesh me punue, sa me jetue mirë vetë, nëse i ki edhe pak të ardhur, na di se për shembull ki nevojë për sa me nis jetesës atje, ki të grumulluar, sa me bën për shembull i dhomë të rahatshme, e me pas pak mundësi për shembull me ble pak ose pula ose kafshë vogla që me mujt me të shqyve atë ditë se vish atje. Sa herë mendoj. E sa shumë dëshirë do kisha. Sa po dëgjuat bisedën me Alketa Gjumpalen, e cila pasi në përcjell, i rikthehet me njëherë punës në biznesin e saj në Bathore, ndër vendet më të mira në zonë për ushqim shtëpie, me shërbim të shpejtë. Është ditë me shi, dhe shiu i pëlqen shumë Alketës. Një i cif toti një ditë e janari, që ajo ndjenë se e kthjell edhe më shumë. Kjo ishte biseda e dytë në sajt të projektit mediatik Histori shtëpish nga qyteti kontestuar, një prodhim i gazetës komunitare New.al e përkrahur nga British Council. Unë jam Diana Malaj, bashkëthemeluese e gazetës dhe aktiviste e Kansas. Miru t'i qofshim në bisedën e radhës.